Tani vazhdojmë me pikën e radhës, që është formimi i komisioneve parlamentare. Të nderuar deputet, ju njoftoj se Kryesia e Kuvendit në pajtim me rregulloren e Kuvendit dhe në marrëveshje me kryetarët e grupeve parlamentare në mbledhjen e mbajtur më 12 shkurt 2026, ka vendosur që Kuvendi t'ia propozoj për miratim numrin dhe strukturën e 16 komisioneve parlamentare. Kërkoj nga kryetarët e grupeve parlamentare që t'i propozojnë emrat e deputetëve për kryetar, zëvendës kryetar dhe antar të komisioneve sipas marrëveshjes së arritur në mbledhjen e kryesisë. Pra, po vazhdojmë fillimisht me komisionet e përhershme, sipas emërtimit dhe përbërjes si në vijim. Komisioni për buxhet do t'i ketë 11 antar. Të sqaroj që këtë çështje e kemi votuar në kryesinë e Kuvendit. Ka pasur konsensus nga gjitha partitë politike, antarët e kryesisë dhe shefat e grupeve parlamentare, që Kuvendi i Republikës së Kosovës t'i ketë 16 komisione parlamentare, duke pasur parasysh edhe numrin e ministrive. Unë, si kryetare e Kuvendit, konsideroj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës të përfshihen në komisionet parlamentare, të ketë një angazhim shumë të madh të deputetëve në shumë çështje për të cilat e kemi përgjegjësi që të diskutojmë dhe të marrim vendime. Po ashtu besoj që është e rëndësishme që Kuvendi i Republikës së Kosovës të fuqizojë mbikëqyrjen parlamentare, jo vetëm raport me Qeverinë e Republikës së Kosovës që kemi obligim kushtetues, por edhe në raport me institucione tjera që i raportojnë Kuvendit të Republikës së Kosovës. Prandaj në këtë drejtim besoj që kur çështjet janë të ndara në komisionet siç është përcaktuar, mendoj që roli i deputetit do të jetë shumë efektiv. Prandaj besoj që Kryesia ka vendosur drejt kur ka propozuar 16 komisione. Prandaj vazhdojmë sipas radhës. Komisioni për buxhet 11 antar. Po e ftoj përfaqësuesen nga lëvizja vetëvendosje, gjithësisht shefën e grupit parlamentar, që të propozoj kryetarin, emrin e kryetarit të komisionit, por po ashtu edhe 4 antar të komisionit për buxhet. Ju lutem t'i lexoni emrat e përveçshëm. Faleminderit e nderuar kryetare e Kuvendit, sa për korektësi dhe njohuri të gjithë deputetëve, të gjitha pikat e rendit të ditës që po diskutohen sot këtu, janë diskutuar një nga një në kryesi, ka pas konsensus të plot për të gjitha pikat, nuk ka pas asnjë kundërshtim dhe asnjë vot kundër, andaj si lëvizje kemi diskutuar në grupin ton parlamentar dhe propozimet tona në lidhje në Komisionin për buxhet janë si vjen. Deputeti Enver Haliti është kryetari i këtij komisioni. Antar tjerë të komisionit janë deputeti Fatos Geci, deputeti Ilir Kërqelli, deputeti Valan Hoti. Aktualisht kemi dakordim për këto 4 propozime nga ana jonë. Faleminderit. Faleminderit. Tani radhën e ka grupi parlamentari i PDK-s, urnoni zoti Tahiri. I keni 2 antar, pra zëvendës kryetarin e parë dhe 1 antar. Faleminderit kryetare. Partia Demokratike përfaqësohet me 2 antar, Kujtim Goshi, zëvendës kryetar dhe Mergim Rështoku. Faleminderit, ftoj përfaqësuesin, përkatësisht shefën e grupit parlamentar të PDK, zonjën Lushaku, që të paraqes 1 antar në këtë komision. Në këtë komision, nga Lidhja Demokratike e Kosovës do t'jetë deputeti Besjan Mustafa. Faleminderit, zonja Lushaku, ftoj përfaqësuesin nga lista serbe që propozoj zëvendës kryetarin e dytë në Komisionin për buxhet. Hvala predsjedavajuća. Drugi zamjenik predsjednika u Komisiji za budžet ispred Srpske liste gospođa Verica Čeranić. Hvala. Para se të vi në këtë seancë, jam konsultuar edhe në raport me mënyrën se si duhet procedojmë me komisionet parlamentare, po besoj që është shumë e rëndësishme që të shkojmë sipas rregullorës dhe sipas praktikave të kaluara. Shumë pak kohë na merr, prandaj ju lutem që të keni durimin derisa ta përmbyllim këtë. Ju e dini që kohë gjatë Kuvendi nuk është mbledhur,
për shkak të problemeve që kemi pasur, prandaj ju lutem që ta keni durimin që ta bëjmë punën në përputhje me rregulloren. Tani është radha e grupit multietnik. Urnoni që ta paraqisni ju lutem. Faleminderit kryetare, në emër të grupit multietnik ne propozojmë që të jetë zonja Emilia Regjepi. Faleminderit. Tani ftoj grupin parlamentar të AK-s. Zonja Time Kadria i zëvendës shefe e grupit. Përshëndetje të gjithë, kryetare urime për detyrën e re. Ne si Aleancë do t'i dërgojmë me shkrim të gjithë propozimet për Komisionin Parlamentare. Faleminderit shumë. E nderuar deputete zonja Kadriaj. Tani vazhdojmë me Komisionin për të drejtat dhe interesat e komuniteteve dhe kthim, që do t'i ketë 12 anëtar. Ftoj përfaqësuesen nga lëvizja vetëvendosje që të bëj propozimet. E keni një anëtar në këtë komision? Përkatësirë zëvendës kryetarin e parë. Faleminderit e nderuar kryetare, propozoj deputetin Adnan Rostemi. Faleminderit, vazhdojmë me PDK-n. Faleminderit kryetare, Partia Demokratike propozon Vlora Qtokun dhe Eman Ramonin. Vetëm një anëtar e keni në këtë komision. Eman Ramani. Zonja Lushaku. Në fakt, po na duket pak e pa kuptim se mundemi me dal një herë dhe me lexu krejt emrat. Lexoj edhe këtë se për këtë u dakorduam, lexoj me që keni radhën, lexoj ju, pastaj vim. Faleminderit shumë. Komisioni për drejtat dhe interesat e komuniteteve dhe për kthim, deputeti Kujtim Shala. Komisioni për legjislacion, Doar Sakica Xhelili. Komisioni për integrim evropian, Hykmete Bajrami si kryesuese. Komisioni për punë të jashtme dhe diaspor, Lutfi Haziri si zëvendës kryesues i parë. Komisioni për arsim, Jehuna Lushaku si anëtare. Komisioni për ekonomi, industri, ndërmarrësi, tregti dhe inovacion, Janina Ymeri si zëvendës kryetare e parë. Komisioni për mjedis, ushqim, bujqësi, pylltari, zhvillim rural, infrastruktur, Uk Rugova, antar. Komisioni për shëndetësi, Armen Zemaj, antar. Komisioni për administratë publike, digitalizim, Ermal Sadiku, antar. Komisioni për çështje të sigurisë dhe mbrojtjes, Fadil Hadërgjona si zëvendës kryetar i parë. Komisioni për drejtat e njeriut, Armen Zemaj, antar. Komisioni për mbikëqyrje të financave publike, Avdullah Hoti, antar. Komisioni për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, Anton Çuni, kryetar. Komisioni për kulturë, turizëm dhe sport, Adelina Thaçi Meta, zëvendës kryetare e parë. Komisioni për mirëqenie sociale, viktimat e dhunës seksuale, të luftës dhe për personat e pagjetur, Besjan Mustafa, antar. Faleminderit. Faleminderit po ashtu. Tani vazhdojmë me listën serbe. Propozoni të gjitha anëtarët në përkomisione, ashtu si që bëri edhe LDK-ja. Hvala vam. Predsjednica Komisije za prava i interese zajednice i povratak Verica Čeranić, članovi u komisiji Miljana Nikolić, Slavko Simić, Srđan Popović, drugi zamjenik predsjednika u Komisiji za zakonodavstvo, mandata, imunitet, Poslovnik Skupštine i nadzornu agenciju za borbu protiv korupcije Ljiljana Stefanović, Komisija za evropske integracije gospodin Zlatan Elek, Komisija za spoljne poslove i dijasporu član gospodin Zlatan Elek, Komisija za obrazovanje, nauku i tehnologiju član gospodin Nemanja Biševac, Komisija za ekonomiju, industriju, preduzetništvo, trgovinu i inovacije drugi zamjenik predsjednika Milan Kostić,
Komisija za životnu sredinu, hranu, poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, infrastrukturu i transport, drugi zamenik Srđan Popović, Komisija za zdravstvo, član Miljana Nikolić, Komisija za javnu administraciju, digitalizaciju, lokalnu samoupravu, medije, regionalni razvoj, drugi zamenik Igor Simić, Komisija za pitanje bezbednosti i odbrane, član Slavko Simić, Komisija za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, porodicu, drugi zamenik predsjednika Ljiljana Stefanović, Komisija za nadzor javnih financija, član Srđan Popović, Komisija za nadzor obavještajne agencije, drugi zamenik Nemanja Biševac, Komisija za kulturu, turizam i sport, član Milan Kostić, Komisija za socijalnu zaštitu žrtve seksualnog nasilja, nestala lica, član Nemanja Biševac. Hvala. Tani vazhdojmë me grupin multietnik. Zoti Aslani, fjala është për ju. Falënderit kryetare, në Komisionin për të drejta dhe interesat të komunitetit dhe kthim, zëvendës kryetar Bahrim Shabani, kurse antar Lazar Rudolović, Fatma Taçi, Erxhan Galushi dhe Fridan Lola. Në Komisionin për legjislacion, mandate imunitet rregullore të kuvendit dhe mbikëqyrje të agjensisë, kemi antar Erxhan Galushi. Komisioni për integrime evropiane, kemi zëvendës kryetar Fridan Lalën. Komisioni për punë të jashtme dhe diaspor, e kemi Bahrim Shabanin zëvendës kryetar. Komisioni për arsim, shkencë dhe teknologji, e kemi zëvendës kryetare Fatma Taçi. Komisioni për ekonomi, industri, ndërmarrësi, tregti dhe inovacion, e kemi antar Lazar Rudolović. Komisioni për mjedes, ushqim, bujqësi, pylltari, zhvillim rural, infrastruktur dhe transport, kemi antar Ergyll Mazdrek. Komisioni për shëndetësi, zëvendës kryetar, e kem Ergyll Mazdrek. Komisioni për administratë publike, digitalizim, pushtet lokal, media dhe zhvillim rajonal, kemi antare Emilia Regjepi. Komisioni për çështje siguri dhe mbrojtje, e kemi zëvendës kryetar të dytë Lazar Rudolović. Komisioni për të drejtat të njeriut, barazi gjinore, familje, vlera të luftës çlirimtare dhe peticione, kemi antar Ergyll Mazdrek. Komisioni për mbikëqyrje të financave publike, kemi zëvendës kryetar të dytë Artan Aslani. Komisioni për mbikëqyrje e agjensisë dhe të Kosovës për inteligjencë, kemi antar Fridan Lalën. Komisioni për kultur, turizëm dhe sport, e kemi kryetar Erxhan Galushin. Komisioni për mirëqenie sociale, viktimat e dhunës seksuale, të luftës dhe për personat të pagjetur, kemi zëvendës kryetar të dytë Artan Aslani. Këto ishin emrat në kuadër të grupit multietnik. Tani radhën e ka shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes, zonja Nagafsi, ju lutem që dhe ju t'i lexoni të gjithë kryetar, përkatësisht zëvendës kryetar dhe antarët e komisioneve, gjitha komisioneve. Faleminderit e nderuar kryetare, atëherë po vazhdojmë aty vetëm për komisionet për cilat tashmë nuk i prezentuam, Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion, udhëheqet nga zonja Rozeta Hajdari, deputetja kryetare pro, deputeti Dritan Hyseni, deputeti Ejup Ahmeti, deputeti Taulant Kelmendi janë antar në këtë komision. Në komisionin për legjislacion, mandate e imunitete rregullore në kuvendit dhe mbikëqyrjen e agjencisë kundër korrupsionit janë deputeti Vigan Çorolli nënkryetar, deputeti Arjeta Regjepi, deputeti Artan Abrashi, deputeti Blerim Gashi dhe deputeti Adnan Rustemi antar. Në komisionin komunitetit vetë se i deklaruam, Komisioni për mjedes, ushqim, bujqësi, pylltari, zhvillim rural, infrastruktur dhe transport. Kryetar është deputeti Arsim Ademi,
Antarët janë deputetët Alban Bajrami, Salih Zyba, Artana Brashi dhe Drita Pajaziti. Komisionit për arsim propozohen kryetare Arieta Feza, ndërkaq deputetët Farush Rëgjepi, Mitaher Kuka, Arbëria Nagovci dhe Shqipe Jusufi antar. Në Komisionin për Shëndetësi propozohen deputetët si në vijim, deputeti Haxhi Abdyli, kryetari i këtij komisioni, deputeti Naim Bardiqi, deputeti Fitim Haziri, deputeti Alabino Demi Murtezi dhe deputeti Sulejman Meholli antar. Në Komisionin për Siguri do ta udhëheq deputeti Mefail Bajqinovci, ndërkohë që deputetët Enver Dugolli, Ilir Qeriqi, Rufki Suma dhe Shqipe Selimi propozohen antar. Komisioni për politikë të jashtme do të propozohet të udhëheqet nga deputetja Arbresh Kryezeu, ndërkohë që deputetët Shqipe Selimi, Vigan Qorolli, Abdullah Klinaku dhe Fjolla Ujkani propozohen për antar të këtij komisioni. Komisioni për Integrime Evropiane propozohet që nënkryetare nga ana e lëvizjes të ketë deputeten Liza Gashi, ndërkohë që deputetet Adelina Grainca dhe deputetët Fatoz Geci, Farush Rëgjepi dhe Blerim Gashi propozohen për antar të këtij komisioni. Komisioni për Kulturë, Turizëm dhe Sport propozohet që nënkryetare nga ana e lëvizjes të jetë deputetja Adriana Matoshi, ndërkohë që deputetja Edona Lalloshi, deputeti Bilbil Sokoli, Ilir Kërçeli dhe deputeti Arieta Feza të jenë antar të këtij komisioni. Komisioni për të drejtat e njeriut, barazi gjinore, familjen, vlerat e luftës shqiptare dhe peticione propozohet që nga ana e lëvizjes kryetare të jetë Fatmire Kolçaku, ndërkohë që deputetja Afrodita Hajrizi, deputeti Salih Zyba, Mitaher Haskuka dhe deputetja Edona Lalloshi të jenë antar të këtij komisioni nga ana e lëvizjes. Komisioni për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë propozojmë që nënkryetar të ketë deputetin Salih Zyba, ndërkohë që deputetët Arbi Rexha, Agim Batiri, Luana Leu dhe Mimoza Shala të jenë antar të këtij komisioni. Komisioni për Mirëqenien Sociale, Viktimat e Dhunës Seksuale të Luftës dhe për persona të pagjetur rekomandohet Komisioni për Mirëqenie Sociale rekomandohet që të udhëheqet nga deputeti Adnan Rostemi, kryetar, ndërkohë që antar janë Mitaher Kuka, Sulejman Meholli, Mimoza Shala dhe deputeti Jeton Raka. Komisioni për Administratë Publike, Digitalizim, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal propozohet që nga ana e lëvizjes të jenë domethënë deputeti Alban Bajrami, Valan Armadani, Egzan Azemi, Fitim Haziri dhe deputeti Bajram Mavriqi. Komisioni për mbikëqyrje të financave publike nga lëvizja do të jenë deputetët Hysen Durmishi, Bajram Mavriqi, Jeton Raka, Taulant Kelmendi dhe deputetja Liza Gashi. Këto ishin propozimet e lëvizjes, në rast se në ndonjërin nga rastet nuk përmenda nënkryetari ose kryetari, deputetet e parë sipas renditjes do të thotë kanë pozitën e nënkryetarit në rastin tonë. Faleminderit. Faleminderit zonja Nagovci, besoj që do të rregullohet nëse ka ndonjë gabim teknik. Ju falenderoj të gjithëve për propozimet. Edhe grupi parlamentari PDK-s, edhe të tjerat i kemi përfunduar. Zoti Tahiri? Faleminderit kryetare.
Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit, përparim Gruda kryetor dhe Blerta Deliu anëtore. Komisioni për Integrime Evropiane, Ariona Musliu Shoshi dhe Arjan Tahiri anëtor. Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë, Enver Hoxhaj dhe Elmer Qicaj anëtor. Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Teknologji, Sola Jashori dhe Enver Hoxhaj. Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion, Uran Ismaili dhe Perat Shola. Komisioni për Mjedes, Ushqim, Bujqësi, Pulltari, Zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe Transport, Mergim Lushtoku, Zavens kryetor dhe anëtor Perat Shola. Komisioni për Shëndetësi, Uran Ismaili, Zavens kryetor dhe Artan Behromi anëtor. Komisioni për Administratë Publike, Digitalizim, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal, Ariona Musliu Shoshi kryetore dhe Ganimete Musliu anëtore. Komisioni për Çështjen e Sigurisë dhe Mbrojtjes, Rahman Roma dhe Ganimete Musliu anëtor. Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Familjen, Vlerat e Luftës Çlirimtore, Artan Behromi dhe Sola Jashori anëtor. Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike, Arben Mustafa kryetor dhe Eman Rahmoni anëtor. Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Besa Kaboshi Roma dhe Rahman Roma anëtor. Komisioni për Kulturë, Turizëm dhe Sport, Arbnore Salihu dhe Blerta Deliu Kodra anëtore. Dhe Komisioni për Mirëqenie Sociale, Viktimat e dhunës seksuale të luftës dhe personat e pagjetur, Arbnore Salihu dhe Besa Kaboshi Roma anëtore. Faleminderit shumë. Faleminderit po ashtu i nderuar zoti Tahiri. Tani para se të vazhdojmë me votim, vetëm një sqarim që Komisioni për Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Familje, Vlerat e Luftës Çlirimtare dhe Peticione i shtohet edhe puna për ta përshtatur edhe me ministrin. Prandaj në vazhdim kërkohet deklarimi me votim për miratimin e përbërjes për 16 komisione parlamentare. Në sallë janë të pranishëm 101 deputet, plus deputetët që me ngritje dore të deklarohen. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë 100 deputet kanë votuar për, 1 deputet ka votuar kundër dhe asnjë abstenim. Pra, Kuvendi e miratoi përbërjen e 16 komisioneve parlamentare për legjislaturën e 10 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Me këtë i mbylli punimet e kësaj seance, mirupafshim në seancën tjetër të radhës.